Shiko, të sqarojmë pak një video, një kështu një diskutim që ka ndodhur midis Caseyt dhe Inës. Tani unë e kam parë vetë live. Kam qenë live atë natë. Ata atë natë nuk kanë fjetur sepse kam pasur sfidën e vllajt të madh. Për pjesën e buxhetit të javës. Tani çfarë ka ndodhur? Ka ndodhur një gjë. Casey pas ka thënë Inës kur dalësh jashtë do të mbys ngrushta. Okej? Jemi në rregull deri këtu. Tani çfarë ndodh? Më ka ndërguar jashtëzakonisht shumë si ka mundësi që ti pse bësh palë me dhunën. Gjë që kjo s'ka lidhje me fare mirë. Se vetëm unë që s'kam lidhje me pjesën e të bëjmë palë me dikë për sa i përket dhunës. Por çfarë ndodh? Ndodh një gjë. Unë e kam parë atë shumë bukur. Tani ka shumë rëndësi mënyra se si ja thua, situata kur ti ja ke thënë cila ka qenë. A ka përdorur Casey mënyrën e të thënit në mënyrën me tonë dhune? Patjetër po, e ka bërë me tonë dhune. Por duhet të keni parasysh që të gjithë neve mbahemi që dashurinë kemi dhunshme. Ka ndodhur mua kur kam qenë në një vështirësi, se gjithë kalojnë vështirësitë në jetë, okay? Gjithë kalojnë vështirësitë në jetë. Edhe kemi një kushuri për shembull, edhe kemi një vlla, një kushuri apo një shok që thotë, "Ore, do vish vetë apo ta grush surratit?" E kupton? Ose kanë ata që thonë, "Ore, do vish vetë ti apo të futash shpullën ty, shkelma byllë." Kjo është mënyra e thënit shqiptar shumë kështu në monotoni gjithmonë. Tani, a është e duhur kjo? Jo, nuk është e duhur, sepse ka dhe mënyra tjera, ti japësh kurajo dikujt që të mbledhi vetën. Sepse Ina po qante, po thoshte kam ankth nga pagjumësia. S'po flet dot gjum, kam ankth. Edhe ai tha, "Oj, do vish vetë apo të kpuz grushta kur dalim jashtë?" Në këtë lloj mënyre. Nuk e ka thënë për shembull në një debat e sipër, se është ndryshe nëse do t'ia thoshte në një debat e sipër që bëjnë të dy, apo bëjnë të dy Casey me Inën që janë duke debatuar edhe Casey mund t'i thotë që mbyllë gojën, mos debato kot me mua se të kputa grushta, jo këtu kur dalim jashtë do të kpuz grushta. Okej, kjo është shumë e rëndësishme. Pra situata në të cilën ti e përdor, mënyra konotacioni që ti e thua ka të bëjë shumë. Tash ti ai e ka thënë për mirë, për kurajo. A është e dur, a është e përdorshme, ose a është e hishme të përdoret ashtu të japësh kurajt dikujt me tona dhune? Jo, nuk është. Po çfarë bëjmë shqiptar jemi, kështu e kemi. E kupton? Pra, mos jemi qetësohemi pak, se nëse do të ishte ashtu, do shkonte lajmi në hava. Do ishin marr masa, se nuk e lë. Gjithsesi, mbaj mend Klodian Duro, vetëm se ta ka rror gruan, e nxori biku. E jo më ky ta thoshte ka qenë shiqare. S'ka lidhje fare. Kështu që e di, e kam parë, e di kush është video, s'kam reaguar se s'është ndonjë kush e di se ç'a. Gjithë e përdorim me një tjetër. Do vishim vetë apo të kpuz shpullën. Hajde, se do montoj këtë Leomanit.